Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni shndëror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron se Bashkimi Evropian vlerëson progresin e Shqipërisë. Kryeministri thotë se në 11 maj opozita do të marrë goditje të rënd nga shqiptarët. Berisha zhvillon takime në tregun industrial dhe premton uljen e taksave dhe të çmimit të energjisë për biznesin e vogël. Amnisti për të gjitha gjobat. Dështon konstituimi i kuvendit të ri të Kosovës, opozita voton kundër verifikimit të mandate, ndërsa Albin Kurti e quan një sulm ndaj Republikës. Vota e publikut eliminon Albin Lushin nga ferma Vi. Federik Ndrocit i besohet mbikëqyrja e punëve, sfida gajt lë konkurrentët me 30% të buxhetit. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria është një partner serios në sytë e Bashkimit Evropian. Kryesocialisti thotë se nëse situata do të ishte siç e paraqet opozita, Brukseli nuk do të vendoste si afat vitin 2027 për mbylljen e negociatave. Rama shpreh i bindur se në 11 maj shqiptarët do të japin goditje të rënd koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Një ditë pas konferencës së 4 ndërqeveritare, kryesocialisti Edi Rama ka folur sërish për anëtarësimin e vendit në BE, duke theksuar se vetë Unioni e shikon Shqipërinë si një aktor me besueshmëri të lartë dhe protagonist e procesit të reformave. BE nuk të fal absolutisht asgjë. Në asnjë rrethana, për asnjë arsye. Por BE kur nuk është në situatën e një bamirësi, sepse me të drejtë kërkon që kë afron ta ketë si veten, me standardet e veta. Dhe nuk ka asgjë më të padiskutueshme lidhur me gjithë procesin e shtetbërjes në Shqipëri, se sa rezultatet e monitorimit vazhdueshëm të BE-s. Me ironi, Rama komentoi edhe opozitën. As edhe një sondazh, në asnjë ekran, nuk e nxjerr dot kënetën, jo përpara se kjo zbovaki, po as aq afër nesh. Kryesocialisti dha një përgjigje për rasti flagrant të arrestimit të një demokrati në Lushnjë për shitblerje të votës. Jo vëlla, nuk kemi lek për vota. Se kemi bërë më parë, nuk e bëjmë sot. Më pashë që kishin dalë ca që jepnin lek nga këto parat e kënetës, se këneta ka shumë para këneta. Keni parë sa ka paguar Latifin edhe ku i gjenxën. Biznesi i vogël ishte në fokus të takimeve elektorale të kësaj të martë të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai premtoi ulje të taksave dhe çmimit të energjisë elektrike nëse opozita vjen në pushtet në 11 maj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në tregun industrial në kryeqytet për të shpjeguar bizneseve të vogla programin e opozitës. Ky program është të zgjerojmë hapësirën e frymëmarrjes nga barra fiskale, duke ngritur tavanin nga 140.000 euro pa taksa në 180.000 euro pa taksa. Gjatë bisedave në tregun industrial, kryetari i PS Berisha premtoi falje për gjobat e vendosura ndaj biznesit vogël. Por do të jetë amnistia për të gjitha gjobat, jo vetëm për biznesin e vogël, por dhe për qytetarët, për pensionistët, për këtë ju garantoj, se ky do të me bë amnisti për trafikantët, jo nuk bëjmë. Ata nuk i duam, se ato parat tyre po erëzojnë ekonominë për tokë. Nga ana tjetër, Berisha premtoi se në rast se fiton në 11 maj nuk do të lejojë pushtetin vendor që të aplikojë taksa të larta mbi bizneset. Bashkisë do t'ja vëmë kufilin tek thana, që të mos guxojë të vëmë taksa më shumë se 1% të xhiros, tani shkojnë gjën 8% të xhiros. Më pas në një komunikim me gazetarët në seljen e Partisë Demokratike, Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama dhe deklaratave për shpalljen e tij non grata, duke i kujtuar hetimin e ish drejtuesit lartë të FBI-s me Gonigall. I them gjithashtu se nëse Blinkeni bërë një vizitë blitz në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigall, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë.
Monika Kryemadhi e konsideroi një kapitull të mbyllur jetën familjare me Ilir Metën, por edhe pse e divorcuar, ajo premtoi se do të mbështesë ish bashkëshortin e saj në fushatën e 11 majit. Tashmë me statusin civile e divorcuar, Monika Kryemadhi ka folur për herë të parë pas divorcit me Ilir Metën. Pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme, ku paraqit në kuadër të masës së vendosur ndaj saj, Kryemadhi tha se martesa me Ilir Metën është një kapitull i mbyllur dhe nuk ka ndërmend që t'i lutet askujt të pajtohen. Unë vazhdoj dhe e them që kush e ka iniciuar divorcin dhe ta komandoj. Nuk ka se të kem seancë pajtimi për gjë që kur dikush do të ndërpresi marrëdhënien me mua, kam të lutem dhe të presi të pajtohem. Megjithatë, Kryemadhi nuk ndaloi së mbështeturi ish bashkëshortin, i cili prej disa muajsh ndodhet në qeli. Sipas saj, Meta është arrestuar me urdhër të ish ambasadores amerikane Yuri Kim. Rrëmbimi i Ilir Metës është bërë me urdhër të një gruaje që ka pasur inat personal me Ilir Metën, që sot është askushi Yuri Kim, e cila i premtoi po themi parajsën mbi tokë institucionit të drejtësisë, nga ana tjetër edhe Edi Ramës i dha një mundësi për treguar që hakmarrjen e tij personale e kryen në mënyrë perfekte me institucionin e drejtësisë. Kryemadhi u shpreh se është përfshirë në fushatën zgjedhore ku do të mbështesë Metën. Tjetër janë përfshirë në fushatë për babain e fëmijëve të mi. Ndoshta çik më shumë për shkak të fëmijëve, sepse janë fëmijët ata që janë me mua në çdo hap, në çdo takim, i kam marrë si dëshmitar në të gjitha takimet që u bëj, duke pas parasysh që stafi i ngushtë i zotit Meta me paturpsinë më të madhe shkojnë dhe thonë që mos dëgjoni Monikën se kërkon vot për PS-n, kur në të vërtetë pa aftësia e tyre për të shkuar der më der tek njerëzit është një justifikim të tillë. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Monika Kryemadhi nuk do të kandidojë për mandatin e radhës në kuvend, ndërsa ish bashkëshorti i saj Ilir Meta është futur në listat e hapura të Partisë Demokratike. Gjykata e Apelit vendosi të lërë në fuqi vendimin për sekuestrimin e celularit të Ajola Xhoxhës, bashkëshortes së kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Përveç rrëzimit të vendimit të heqjes së sekuestros ndaj Xhoxhës, vazhdon të jetë në fuqi masa detyrim paraqitje. Sipas prokurorisë së posaçme, nga hetimet është zbuluar një mekanizëm që ka lejuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortin e tij Ajola Xhoxha të përfitojnë nga fondet e publike për pasurimin personal. Erion Veliaj u arrestua më 10 shkurt, i akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Ish drejtuesi i prokurorisë së Vlorës, Aurel Zarka, është përballur me kërkesën e prokurorisë për ta dënuar me 4 vite burg. Ai akuzohet për korrupsion dhe ndërhyrje në disa dosje në favor të organizatave kriminale. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën për ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka për dosjen Toyota Yaris, por edhe për lidhjet me element kriminal duke ndërhyrë në çështjet e tyre penale. SPA kërkoi 4 vite burg, por duke llogaritur edhe gjykimin e shkurtuar, dënimi zbret përfundimisht në 3 vite heqje lirie. Magjistrati i cili u arrestua në 29 korrik të një viti më parë, dyshohet se në bashkëpunim ka kryer korrupsion dhe ka ushtruar ndikim të paligjshëm për 8 çështje penale që po hetoheshin në 4 prokurori të ndryshme, ku përfshihet edhe dosja Toyota Yaris. Sipas SPA, ai ka përdorur pushtetin për të ndërhyrë në disa hetime, duke hedhur hije dyshimi edhe mbi gjetjet e dala nga dosjet ku Zarka besohet se ka ndikuar. Këto dosje lidhen kryesisht me aktivitetin e krimit të organizuar dhe kultivimit të narkotikëve. Urdhër arreste u lëshuan edhe për ish oficeren e policisë gjyqësore Eriona Dauti dhe për avokatin Radovan Çela, si dhe biznesmenin Astrid Vladi. Dosja Toyota Yaris u denoncua në parlament nga ish kreu i PD-s Lulzim Basha, që paralajmëroi se në portin e Durrësit do të vinin 2 automjete ku ndodheshin 3.4 milion euro. 2 ditë më pas, shuma e madhe u zbulua pikërisht në port. Ndërkohë, gjykata caktoi seancën e radhës në datën 5 maj, ku do të bëhet mbrojtja të pandehurit dhe më pas shpallja e vendimit. Ka ndëruar jetë mëngjesin e kësaj të martë edhe i miturit tjetër, i cili u aksidentua mbrëmjen e të hënës në fshatin Stom Golem të Shkodrës. 14 vjeçari udhëtonte me motor së bashku me shokun e tij 16 vjeçar. Pasi humbën kontrollin, ata u përplasën me një mur e përpasoj ndërroi jetë në vendngjarje 16 vjeçari, ndërsa i miturit tjetër u dërgua në gjendje të rëndë në spital, por nuk arriti të mbijetonte. Të miturit po ktheheshin nga stërvitja pasi ishin pjesë e një akademie futbolli në Shkodër.
Konstituimi i Kuvendit të ri të Kosovës dështoi pasi opozita votoi kundër verifikimit të mandateve. Ndërsa dorëzoi letrën e dorëheqjes, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ky ishte një sulm i paprecedent kundër Republikës. Verifikimi i mandateve nuk është bërë i mundur sot duke çuar në ndërprerjen e seancës së Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i seancës konstituive të Parlamentit, Avni Dehari, tha se do të njoftoj presidenten Osmani për situatën e krijuar. Por për shkak të rrethonave të krijuara, me që raporti i komisionit në seancë nuk mori votat e mjaftueshme për, në këto rrethona detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe me një letër ta njoftojmë presidenten se si do të veprohet në të ardhmen. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nëpërmjet një letre drejtuar kryetarit aktual të Kuvendit Glauko Njufca bëri të ditur dorëheqjen. Që nga 23 marsi, kur përfundoi mandati i plot 4 vjeçar i qeverisë son, qeveria është në detyrë dorëheqje. Në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, me deklaratën që kam dhënë është pranuar në KQZ më datë 27 mars 2025, edhe me qëndrimin tim publik të po asaj dite, efektivisht jam i dorëhequr bashkë me kabinetin qeveritar. Por sipas liderëve të opozitës, Kurti është në shkelje të kushtetutës dhe kjo sipas tyre është arsyeja që PDK, LDK dhe AAK votuan kundër certifikimit të mandateve. Aktualisht, në të njëjtën kohë, që nga kryeministri Kurti, gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet po tentojnë që të mbajnë edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative, gjë që ndalon Kushtetuta e Republikës Kosovës. Pra, Kushtetuta e thotë qartë që nuk mund të bësh deputet nëse je kryeministër, nëse je ministër, nëse je në pozicion ekzekutiv. Në qoftë është dhënë një letër dorëheqje dhe të njëjtet kanë vazhduar zyre dhe zyret i kanë këtu, atëherë çfarë vlerë ka ky letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministër i Kosovës. Ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës. Por kryeministri në detyrë Albin Kurti e quajti sulm brenda institucional kundër Republikës së Kosovës, mos votimin e raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve. Deputetët e opozitës, PDK-s, LDK-s, Lista Serbe dhe AAK sot votuan kundër raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve. Në një votim krejt formal e teknik që bazohet në dokumentacionin e KQZ-s, ata u rebeluan kundër betimit të deputetëve dhe konstituimit të legjislaturës së nëntë. Ky është sulm brenda institucional kundër Republikës së Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike. Kjo është situatë e paparë në shtetin ton e shumë më gjerë. Ne qeverisim bare mirë, këta lanam e bëjnë lajm të keq për shtetin ton. Kjo situatë bën që Kosova të vijojë të jetë në një kaos politik, ndërsa bëhet edhe më i vështirë krijimi i institucioneve të reja të vendit. Poeti Albilushi ishte eliminuar i dytë nga ferma VIP pasi u rëndit si më pak i votuari nga publiku. Para largimit, ai besoi sërish këngëtarit Federik Ndoci mbi këqyrjen e punëve. Mbrëmja të hënës duroi emocione të forta kur njëri prej konkurrentëve takoi të ëmën. Në arenën e ferma VIP janë përforcuar tensionet dhe faktorët mbizotërues të garës. Mbrëmja nisi me energji pozitive, ashtu siç u ka hije artistëve të vërtet që gjatë këtyre ditëve kanë dhuruar gjithçka nga vetja e tyre. Albi. Sipas rezultatit të televotimit që u mbyll gjatë spektaklit të së hënës, poeti Albi Lushi ndërpreu rrugëtimin e tij. Mes 8 nominuarve, Albi ishte më pak i votuari, duke u larguar automatikisht nga gara në një përballje finale me Danelën. Megjithatë, për ish-fermerin kjo do të mbetet eksperienca e tij më e veçantë. Edhe patjetër që e shijova nga dita e parë deri tani që jemi bashkë. Sa kaq në krye të punëve deri të premten i eliminuari i mbrëmjes emëroi për herë të dytë Frederik Ndocin. Këngëtari i cili përmbylli me sukses misionin e Agait për të zbuluar sekretet e fermerëve, veç shpërblimit të veglës muzikore do të shijojë edhe përfitimet e dhomës së njëshit. Ndërkohë, deri në spektaklin e së premtes, të gjithë konkurrentët janë në një televotim për më të preferuarin e publikut. Por mbrëmja vjoi gjatë, emocione të bukura ishin ato që dhuroi rrëfimi i Kejsit. Një situatë shumë e ndërlikuar, po një problem familjar. Fermerja tregoi edhe një herë lidhjen e saj të fortë me familjen. Një rikthim pas në fëmijëri përmes kutisë së kujtimeve, si dhe një surprizë nga ëma befasuan jo vetëm Kejsin, por përcollën edhe mesazhe të forta.
këto prekjet fizike që normalisht janë pak të tepërta. Sfidat janë në qendër të këtij formati, e përmes tyre u përcaktua edhe buxheti i ditëve në vijim për të 16 fermerët. 35% e buxhetit është shuma e cila do të vërë në sprov konkurrentët për të menaxhuar situatën e për të dalë deri të premten. 35%. Oh, bravo, Luana! Diskutimet dinamike, eliminimet, historitë emocionuese, por edhe sfidat e panjohura nuk munguan në këtë mbrëmje të gjatë në moderimin e Luana Vjollcës. E teksa loja ka nisur, fermerët kanë përveshur mëngët jo vetëm për punët e fermës, por edhe për dinamikat të tjera që dalin gjatë lojës. Ndaj mos humbisni asnjë moment të Ferma VIP 2 në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Zhaku Castro, faleminderit. Bravo! Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.